Jam këtu bashkë me kryetarin e Partisë Demokratike Delvin, Erigjerth Hamiti, për të treguar vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, teksa na jep të drejtë për denoncimin që bëm zyra elektorale e Partisë Socialiste në Delvin, duhet heqi të gjitha materialet zgjedhore sepse shkel ligjin. Kandidati i saj me siguri nuk e dinte ligjin, teksa na tha që do të dalim bllok. Nuk dolëm as pak bllok dhe si gjithmonë kemi të drejtë. Sa për selinë e Partisë Demokratike, me që e pas kamerak, duhet ta di që sipas ligjit nuk preken selit dhe zyrat qendrore të partive. Kandidati na kujtoi që Delvina quhet Troj, por harroi të thoshte që Delvina dikur ishte madhështore, kishte gjithë institucionet, kishte rini, kishte biznese dhe lulëzonte jeta këtu. Si e shndroi Partia Socialiste Delvinën në 12 vite? Fal një reforme të dështuar territoriale, ja hoqi gjithë institucionet, bëri që bizneset në këtë vend të dështojnë dhe rinia të iki nga syt këmbët. Ndaj dhe delvinjotët apo trojanët do të zgjedhin në 11 maj Partinë Demokratike dhe Aleancën për Shqipërinë Madhështore.